أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun e lartësuar, I cili është meritor për çdo falënderim, për çdo madhërim, për çdo begati dhe mirësi që na ka dhënë në dynja, për imanin që na ka dhënë në zemrat tona. E falenderojmë atë që na ka mundsuar me u tubu në njënën për shtëpiave ti, me lexu librin Kur'anin e ti, edhe me u përkujtu me porositë dhe mësimet e ti. E lutem Allahun që këtë takimin tonë me bë takim të bereqetshëm, takim në të cilin zbret rahmeti, me të cilin Allahu krenohet përpara me lajkeve të tij, dhe na bëf për atyre që kur përfundon këtë takim na thuhet, shkoni se Allah ju ka falë të gjithë juve. Në serinë e kaluar, të nderuar vëllezër, kemi folë për 7 gjëra që besimtarit I bëhen pengesë në rrugën drejt Zotit. Në rrugën drejt Allahut, besimtari mundet me ra peng I 7 kurtheve që shejtani ja vendos në këtë rrugë. Mirë po edhe pasi ti kalon këto 7 kurthe, besimtari ka nevojë akoma me qëndru në rrugën e Zotit. Ka nevojë që në rrugën e tij drejt Zotit me kanë I edukum, me pas edukat në raport me Zotin, në raport me pejgamberin alayhis salam, edhe në raport me të tjerët. Andaj kemi vendos që në këtë seri me folë për edukatën tonë në raport me Zotin edhe me të tjerët. Kjo është vazhdim I asaj që kemi përmenë në serinë e kalume, dhe këta kemi me ba duke shpjegu surën El Hujurat, dhomëzat. Andaj edhe serinë e kemi quajtur dhomëzat që edukojnë, udhëtim në mësimet e surës El Hujurat. Ky takim nuk ka me kanë veç tefsir ose komentim I ajete, po kemi me u mundu që këto ajete me I vendos në kohën tonë, në rrethanat tona, qysh jena mundu edhe dersën e kalum, me diskutu pej këndit tonë në të cilën na jemi duke jetu. E lutem Allahun që me na lehtësua, me na pranu si përpjekje të sinqert, edhe me na shpërbly për të në këtë botë edhe në botën tjetër. Këtë ders fillimisht për nisëm me një pyetje. Përse surja El Hujurat? Pse në mesin e 114 surëve që Allah na I ka zbrit në Kur'anin e Kerim, na e kemi zgjedhur surën e 49, surën Hujurat. E kemi zgjedhur këtë surë të nderuar vëllezër për një arsye shumë të thjeshtë. Është surë, sikurse këtë surët e tjera, madhështore. Këtë surë e gjejmë se dietarët e kanë quajtur Suratul Adab, surja e moralit, surja e edebit, surja e akhlakut, për shkak porosive të mëdha që Allahu I lartësuar I ka zbrit në këtë surë. Surja Hujurat në renditje në mushaf është e 49. Ka zbrit në vitin e 9 Hijri, domethënë është prej sureve të mëdhenshme, një vjet e pak para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para surës Hujurat e kemi fillimisht njëherë surën Muhammed, ose surën El Qital, surja e luftës. Tani e kemi surën Fath, surja e çlirimit, tani është surja Hujurat. Sikur Allahu po na thot, në fillim dohet mund, dohet luftë, dohet përpjekje në rrugën tonë drejt Zotit. Ai që ka mund, edhe ai që jep gjihad pe anës së vet, thot Allah ka me arritë El Fath, çlirimi. Andaj kemi përmena, nëse ju kujtohet, 7 gjëra që pengojnë çlirimin në rrugën tonë drejt Zotit. Ai që mundohet në rrugën tonë drejt Zotit, e arrin çlirimin. Mas çlirimit Allahu po thot nuk ka përfunduar gjithçka. Në këtë rrugë ju vjen edukat. Në këtë rrugë ju vjen edeb, ju vjen moral.
Andaj Allahu po e zbret surën El Hujurat. Kurani është i rënditur edhe ajetet edhe surët janë të rënditura prej Allahut të lartësuar. Andaj e gjejmë se surja Hujurat na lidhet shumë mirë me ajetin e fundit të surës Feth. Një surë përpara saj. Në surën Feth, Allahu në ajetin e fundit thot: Muhammedur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe ata që janë me të janë shumë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Thot ruhama ashidda'u 'alal kuffari, janë të ashpër me pabesimtarët, shumë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Edhe vazhdon i përshkruan Allahu sahabët. Tash në surën Hujurat, sikur Allahu po thot që qëta që janë me pejgamberin alayhis salam janë të edukuar me këta që kum ju tregu në surën Hujurat. Pra që ky brezi më i lartë i sahabëve, që Allahu po i lavdron Kur'an, edhe po thot se çështë i ka përmend Allahu në Tevrat, çështë i ka përmend Allahu në Injil, thot që ta janë të edukuar me çdo mësime që po ja zbritën në surën El Hujurat. Janë të edukuar në bazë të këtij kodi. Edhe sot, nëse na dojna me kanë rrugës së gjeneratës më të mirë që ka ecur këtyre në tokës, sahabëve, duhet me shku ka rruga e edukatës. Na me sahabë të ndërum vllazën e kemi zor me garu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: mos i shani shokët e mi, la tasubbu ashabi, mos i shani ashabët e mi. Pasha Allahun edhe me dhanë sadak sa mali i Uhudit ari, nuk mundi me arrit vlerën e më të ultit për tyre. E kemi zor me garu me këtë gjenerat. Mos flasim me garu në devotshmëri me ta. Po na duhet mu turpru, nëse dikush për neve menon se mundet veç me hy në garë me njënën për sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos flasim me garu me ta në ilm, dituri. Ka qenë gjenerata që kanë përjetu zbritin e Kuranit, kanë qenë më diturit. Mos flasim me garu me ta në gjihad, me dhanë mund për pjekjen rrugën e Zotit. Po turprohemi kur e shohim sadakën e shumë që e kanë dhanë, e mundin e madh që e kanë dhanë, sa që kanë dhanë edhe jetën e tyre që na sot me kanë musliman. Ama, a mujmë me garu me ta në edukat? A mujmë me garu me ta në mirësjellje? A kishu mujt me garu me ta në moral? Kishu mujt me ta me garu në ahlak? Me qenë se në këto tjerat as nuk vije shprehje me garu. Pse nuk po garojna me ta në diçka që është shumë e lehtë, ama që të Zoti çmohet shumë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoj çka thot: Inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: me të vërtet, më i dashuri im prej juve, më i dashuri im prej juve, dhe më së afërti për juve që ka me kanë me mu në ditën e Kiametit, kush është? Mahasinukum akhlaqa, ai që e ka moralin më të mirë. Ai që e ka sjelljen, e ka ahlakun, edebin të më të mirë, ai ka me kanë më së afërti meje në ditën e Kiametit. Pra, hajdeni të garojmë me sahab, jo në ilm, as në devotshmëri, as në gjihad, po hajdeni të garojmë në moral. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër të saktë: Inna Allaha la yablughu al-'abda bi husni khuluqihi darajat as-sawmi was-salah. Allahu ja mundson robit me arrit drejtë e larta të agjërimit edhe të namazit bi husni khuluqihi, veç me moralin e mirë të tij. Pra, nëse na smujna me arrit drejtë e larta të agjërimit që kanë bërë sahab, që ka agjëru një ditë po një ditë jo për gjatë tërë jetës tij, në temperatura ekstreme, në shkretir, nëse smujna na me garu me ta në namaznate, sa që ju kanë ajtë këmbë atyve të falë namaznate, dhe garojmë në moral. Në mirësjellje, nga se pejgamberi alayhis salam po thot, robi i arrin drejtë e atyre që falën natën edhe agjërojnë ditën me moral. Pavarësisht kësaj, muslimanët e kohës moderne i shes që çalojnë edhe në këtë aspekt. Pra, leje që nuk vije shprehje me garu në ato që i përmendëm, po edhe të kjo që Zoti na ka lecu tek morali,
i sheh se sa shumë jemi larg sahabëve. Madje këto rrjetet sociale veç na kanë shfaq atë cilësinë tonë se sa kemi nevojë me përsos moralin si musliman. Nuk jemi të folë për ata që janë jashtë xhamisë, po jemi të folë si praktikues të fesë, sa kemi nevojë që me përsos moralin tonë. Shiko, çka thot Allahu prap në ajetin e fundit të surës Fat. Një ajet para se me fillu surja Hujurat. Thot Allahu në fund të ajetit: "Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima." Allahu i ka premtuar atyre që kanë besuar edhe kanë bërë vepra të mira që kanë me pejgamberin alayhis salam, ajran 'azima, shpërblime jashtëzakonisht të mëdha. Mirë, po shikoj çka thot në fillimin e surës Hujurat. Thot an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. O ju që keni besu, keni kujdes, se që ato shpërblime të mëdha që i thash më herët, shumë kollaj mundi me i humb. An tahbata a'malukum, mundi me ju zhvlerësu veprat e ju, wa antum la tash'urun, e ju nuk e vrejni hiç. Nëse nuk keni edukat, që ato shpërblime që i veja premtoa më herët, mundi me i humb. Andaj, Allahu thot më eduku me surën Hujurat. Surja Hujurat është, për ka rëndësia tham, është me një rëndësie të veçantë. Shiko, Allahu se si e një surën. Ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. 89 herë në Kur'an vije thirrja o ju që keni besuar. 89 herë vije shprehja ja ejuhalladhina amanu. 5 për këtyne 89 i gjejmë në surën Hujurat. Surja Hujurat i ka veç 18 ajete, i ka 2 faqe gjysmë. A më 5 herë ka ardhur shpreha o ju të cilët keni besuar në këtë surë të vetme. A surja Ali Imran, që është prej surave të gjata, 7 herë përmendet ja ejuhalladhina amanu. Në surën Hujurat, me 18 ajete 5 herë Allahu vije këtë shprehje. Të pestat na tregojnë moral. Të pestat na tregojnë ahlak, na tregojnë edukat. Andaj Allahu po na thirr me cilësinë tonë më të mirë. Nuk po na thirr o ju njerëz, edhe pse Allahu përmend në Kur'an shprehjen o ju njerëz, edhe brenda surës Hujurat, mirë po fillon me cilësinë tonë më të mirë. O ju të cilët keni besuar. La tuqaddimu. O ju të cilët keni besuar, mos. Me fillon me ndalim. Edhe këtë na vjen me përmend diçka të veçantë. Është rregull që dietarët e përmendin, thonë at-tarku huwa fi'l. Lënia e diçkafit është vepër. Lënia e diçkaje për pa vepruar është vepër. Çish me kuptu këta? Lënia e diçkaje për pa vepruar, lënia e një cilësie është kryerja e një cilësisë tjetër. Andaj, që të 5 herë që thash në surën Hujurat, na thirr Allah, o ju që keni besuar, 4 na ndalën. Thot mos veproni. Një cilësi të caktuar që kena me i përmend një ka një. Pra, Allahu po na thot, nëse doni për me përsos moralin, fillimisht do të më janis jo të vepru, po të mos vepru. Të mos i vepru disa gjëra. Ja ejuhalladhina amanu, la tuqaddimu. O ju që keni besuar, mos edhe tani na vjen porosia. Për me vërtetu këta, e dini këtë hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një herë me shokët e tij në xhami. Edhe duke bisedu, pejgamberi alayhis salam po ja ndërprer bisedën sahabëve dhe po i thot, tash ka me hin mesin e juve njëri prej banorëve të xhenetit. Edhe kur hen ai personi në fjalë, ka qenë një njeri i rëndëmt, bile ka në transmetim i ka pik uji i abdesit për fytyrës së tij, u hin xhami i ka fal 2 rekate, edhe ka vazhdu punëve të veta. Prap ditën e nesërme, pejgamberi alayhis salam i thot sahabëve, ka me hyrë janin këtu në mesin e ju, min ahlil janna, i banorëve të xhenetit. Kur edhe në ditën e tretë përsëritet e njëjta, ngritet Abdullah ibn Amr ibn As, djali i ri. A më kurreshja këto se kalon rahat. Me çka e fitoi xhenetin ky, e se nuk jam unë në vend të tij. Abdullah ibn Amr ibn As, sa për një ori, ka qenë janë pe atyre që kanë bëjë ibadet mas shumëti. Sa që pejgamberi sa kur është martu Abdullah ibn Amr ibn As, u shkua ka këshillu.
Ka thonë nëse dënë me fal namaz natët, vesh 1/3 e natës, jo ma shumë. Nëse dënë me agjeru, mas shumë të një ditë për një ditje, jo çdo ditë. Se ka qenë njëri që ju ka dhënë ibadetit edhe adhurimit. Tash kë po thot pas ka njëri që po bëj ka ibadet ma shumë sa. Edhe shkon të ky personin fjalë, edhe i thot mes meje edhe mes babës tem, ka ndodhur diçka. Thot apo më bën konak, edhe qëndron 3 ditë kaj. Thot mas 3 ditë, thot e kom pas që se nuk ka shtu pe punëve, madje edhe ma pak se unë. Mas 3 ditë i thot pasha Allahun as nuk jum shty me babën, as nuk kom kur far të lashe. Mirë po kom dëgju pejgamberin ai të thonë se ti je pe banorëve të xhenetit 3 ditë radhazi. E unë erdha qëndrova te ti, po sa nuk të pashë po bën ma shumë se sa. Shikoj përgjigjen e sahabijut. I ka thënë: "Ma huwa illa ma ra'ayt." Çto çka ke po ti? Çto çka ke po ti? Thot çu ky jam. Thot illa ghayra anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin min al-muslimin. Unë me bas kum ba diçka, ama kum lan diçka pa vepru. Që thamna, lënja veprës është vepër. Thot unë me ba diçka ekstra nuk kam ba. Mirë po thot i kam do cilësi që si baj, i kam do vepra që si baj. Cilat janë ato? E para thot inni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin min al-muslimin. E para tha hiç nuk kam xhelozi për asnjë prej muslimanëve. Nuk i kam xhelozi asnjë prej muslimanëve. Wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. As nuk e kam inati askënd për ato që Zoti ja ka dhënë njerëzve. Shiko përgjigjen e Abdullahut. Thot: "Hadhihi allati balagat bika", që kjo lënja e veprës, thot që pas ke bati, të ka qu ty në xhenet, wa hiya allati la nutiq, që ta nas po mujna me ba. Pra që të lanin e veprës, që ti e pas ke fitu xhenetin me ta, thot na s'po jemi në gjendje me ba. Pra për me ardhë dhe të përsosja moralin, të dërum vllazën, duhet mas pari me ilan dhe cilësi. Jo me i ba. E para duhet me ilan ato. E një gjatë tillë është kogja e zërshme. Kogja e zërshme është ndryshimi cilësive që janë për brenda njeriut. Ama dhe për këta, Allahu bashkë në surën Huxhurat na tregon metodën. Kanë thënë dietarët, 5 ajetet e para të surës Huxhurat, përfundimi i tyre na tregon se çysh me ndryshu cilësitë tona që i kemi brenda vetes. E para, ajeti i parë përfundon duke thënë: "Wattaqullah inna Allaha samiun alim." Friksojeni Allahut, e Allahu dëgjon edhe di gjithçka. Pra, nëse doni me ndryshu cilësitë e juve, e para kujtoje shikimin e Allahut drejt teje. Nëse s'keni harru hadithin e Xhibrilit, çai ka thënë pejgamberi alayhis salam, çka është ihsani? Ka thënë me adhuru Allahun sikurse po e sheh. E nëse nuk e sheh ti atë, dije se ai të sheh ty. Kjo gradë e lartë. Këta nuk mundet me arrit askush vetëm se me rahmetin e Zotit. Të paktën janë ata që arrin këtë gradë. Ama thot e para, nëse dënë me ndryshu cilësinë e keqe që kemi brenda vetes, kujtoje që Allahu të pa. Kujtoje a kisha pa të shef Allahu me të pa të usill në raport me të, në çat formë. Ose në raport me prindët tu ose me kodë tjetër. E para, kujtoje el muraqabe. E kena pat një kapitull të Riyadus Salihin me e përjetu shikimin e Zotit kundrejt nesh. Ajeti i dytë thot Allahu: "An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Janë do njerëz që nuk arrin çët gradë. Mundësia e dytë për me ndryshu sjelljen brenda neve është me kujtu se mujnë me të shkatru krejt veprat e tua. An tahbata a'malukum, mi ju shkatru amelet e juve, wa antum la tash'urun, e ju nuk e vrini fare. Pra, na lo pak se çto cilësi që i pas na on. Ka të arsye tona se unë nuk muj me ndryshu, unë kam lind me to. Mujnë me të shkatru këtë veprat e tua. Ajeti i tretë përfundon: "Lahum maghfiratun wa ajrun adhim", për ta ka falje edhe shpërblim të madh. Tash Allah nuk po na kërcënon, po na jep pak motiv. Provoni me ndryshu se Allahu ja kompenzon, ja u shpërblen me shpërblim në dynjë dhe në botën tjetër.
Ajeti 4 përfundon duke thënë Zoti, aktharuhum la yaqilun. Shumica atyre nuk mendojnë. Pra ndrysho e mos e bër veten në atë pozitë, saqë edhe Zoti më thon për të njerëz, ti je pjesë e shumicës. Aktharuhum la yaqilun. Shumica as me mendu nuk mendojnë që Zoti. Pasha Allah një njeri me të thonë, i rëndëm, i pa edukat me thonë. S'pas ke edukat. Të jetë ai laf në menën tonë dhe kujton disa kohë. Me thonë nuk ka kështu i sjellshëm. Mirë po janë ndonjëherë se Allahu ka thonë për ta. Aktharuhum la yaqilun. Shumica s'mendojnë. Andaj mos e lejo që ti më ranë në atë kategori. Edhe ajeti 5 thot Zoti walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Allahu fal edhe shumë mëshiron. Kur kina një cilësi që prapë i kthehesh, kërko falje pendo se Allahu fal edhe mëshiron. Pra të nderuar vëllezër, kemi nevojë për me ndryshu edebin edhe edukatën tonë. Andaj ka thënë Abdullah ibn Mubariku, Allahu mëshiroft, ne kemi nevojë për shumë edukat e për pak dituri. Kemi nevojë për shumë edukat, pak ilm na mjafton. Të shohim cila është thirrja e parë e kësaj sure. Thot Allah në surën Hujurat në ajetin e parë. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. O ju të cilët keni besuar, mos ja paraprini Allahut dhe të dërguarit e tij, dhe friksojeni Allahut, se Allahu i di të gjitha dhe se Allahu i dëgjon të gjitha. Ajeti ka disa arsye pse ka zbritur. E para, në një kurban bajram, një pjesë e sahabëve ngutën edhe fillojnë i therrën kurbanet e tyre para namazit. I therrën kurbanet e tyre para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Arsyeja e dytë, në një Ramazan, muslimanët kanë filluar dhe kanë agjëru ditën e dyshimt. Dita e dyshimt është ajo dita që ja paraprin Ramazanit, kur nuk dihet a është Ramazan apo jo. A u pa hana apo s'u pa. Probleme që pikimi edhe sot e kësaj dite her pas here. Tash një pjesë e muslimanëve, pejgamberi sa nuk e ka agjëruar ditë, një pjesë e muslimanëve kanë filluar me agjëru, kanë thënë nëse është Ramazanit, mirë. Nëse jo, nuk pa agjërojmë. Si në konsultu me pejgamberin alayhis salam hiç. Edhe arsyeja e tretë që përmenden në tefsir, një pjesë e sahabëve kanë bërë luftë me një fis pa besimtarësh, edhe i kanë mbyt disa prej muslimanëve që kanë qenë aty. Me nënsi, shikoni trijat këto nderuar vëllezër. Edhe kurbani, edhe agjërimi, edhe lufta. A janë ibadete? A janë adhurime? Adhurime të mëdha. Mirë po Allahu po thotë keni bë keq që i keni bë ato. Pse la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Çato një herë dash me prit çka po thotë Allahu edhe pejgamberi i tij. Jo me thonë është ibadet edhe unë e kryj. Jo me thonë është adhurim edhe unë e bëj. Mirë po, duhet me e vendosë Allahun, pejgamberin alayhis salam, ti me i shku pas tyne. Shembullin më të mirë për këta e kemi të Haxherja, gruaja e Ibrahimit. E dini ngjarjen kur Ibrahimi alayhis salam e ka marrë Haxherin e kalon në mesin e shkëtirës. E kalon me një enë me ujë dhe pak hurma, kur gjë s'ka pat më shumë. Në diellin përvolus, edhe kur i zbret prej devës, Ibrahimi alayhis salam hyp vetë në devë. Edhe niset. Haxhira i shkon nga mbrapa. I thot, ku po na lën? Në dorën e kujt po na lën? Ibrahim alayhis salam nuk flet. Atëherë Haxheri si shkon në mendje. Edhe për Ibrahimin alayhis salam ka vetëm një pyetje. Allahu amarak. Mos ka urdhëruar Allahu për çeta. Ibrahim alayhis salam ja bën me shaj që po. Atëherë shikoj përgjigjen e një gruas që përpara Allahut se çet kërkon. Thot idhen len yudayyi'una. Shkosh lirë. Shkosh lirë se që ky Zot s'na humb ne. Len yudayyi'una, s'ka për na humbur Zoti. Pra kur e vendos Zotin të parën, çka të intereson ty rrethana? A ka mujt ajo me thon, më na ka pas lënë ai vend dikon pak manhije, ku ka pemë dikon,
jena orë për i Palestinës, ku ka lloj peme, na ka pru këtë në shkretin. Mirë po, a ka thonë Allahu po, u kry. Që iman të një gruaje, sot nuk e ka nështë tani ummet i tërë. Sot me jadhan një këshill dikojna, duhet me fillu me jamu shmenën. Po për që ta arsye është mire, për që ta është mire, ka dhe anë pozitive. Mirë po të gjeneratat e para, ka qenë vetëm një pyetje. A ka thonë Allah? Që ka mjaftu? Andaj ajeti thot mos e vendosni përpara Allahut, la tuqaddimu, mos e qitni dikën tjetër përpara Allahut dhe të pejgamberit. Andaj përmendet për Sejid ibn Musayyibin, njëri prej tabinëve të mëdhaj të umetit. Ky njëherë në xhami e pyet dikush, thotë imam, a kam drejt me fal namaz nafile, masi të hin koha sabahut? Kur vije koha sunetit sabahut, a kam drejt me fal ma shumë se sa 2 rekate sunet? Atëherë imami thotë jo, i fal vetëm 2, edhe ato janë 2 të shkurta. Është sunet kafirunin edhe kul huwallahu me knu në sunetin e sabahut. Atëherë ky thotë, po nëse falna, a pas ka me më dënu Zoti pse falna? Se ky ka pat marakuçu i ka fal 2, tani edhe 2, dhe ja ka bë se idi ullës, se e prishe. Thot a ka me më dënu Zoti pse falna, shqip përgjigjen e Sejid ibn Musayyibit. Thot la, walakin yu'adhibuka ala khilafi sunnah. Nuk dënon pse falësh, po dënon që si të pasu sunet. Ti menën e ki me bo mirë, po tash që kjo nuk bën me ja para pri veprës. Kjo duhet me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot jemi sprovuar me këta që e kalojnë edhe kufinin. La tuqaddimu, i bjen mos me vendos vetën ose diçka tjetër para Allahut. Kirajeti tjetër, që dhe kështë i pranum, është la tuqaddamu, me fetha. Që kjo tani i bjen, jo mos me vendos dikën para Allahut, po i bjen as mos me nejtë fort të largë për asoj që të ka thonë Zoti. Pra jo me ja para pri, ama edhe jo me i nejtë të largë. Njerëzit janë prim, ose ja para prin asoj që ka thonë Zoti, ose i rrin largë asaj. Për shembull sot shikoj jemi të sprovu me 2 ekstremet. Për shembull, për një mesele, kur ti i tregon vllaut musliman çysh është një çështje, edhe i tregon mendimin e shumicës së ulemave. Ja tregon një mendim që kanë shumica ulemave, kemi fillu me një njerëz që thonë, po, është edhe një hadith, se shumica ulemave se kanë ditë atë hadith, e i kam rri këti 3.000-4.000 kilometra largë, në një distancë 1.500 vjetë mas pejgamberit a.s. Edhe thot, po, 14 hebet kanë thonë qështu, ama thot, është dhe një hadith që thot kundër të nasaj. Që kjo hadith që ka i bjen? Kjo i bjen të mi anis me shkel mi djetar, tani që është shkel mi hadith pejgamberit a.s. Sa ata kanë ditë hadithin ma mirë se këtë që thot kështu, edhe kjo i bjen me shkel edhe mi ajet, edhe mi ato që na ka mësu Zoti. Andaj, shiko që kanë eduku se left brezën e tyne. Imam Ahmedi është pyet një herë për nxënësa, ka thonë, o imam, çka thu për atë njeri që i ka dëgjuar dhe i ka shkruar 30.000 hadithe, 30.000 transmetime. Në atë kohë, po dash me shku te shejku, ai ka fol, ti e ke marrë ke shkruar hadithin. Dhe çka thu për atë njeri që i ka shkruar me dorën e tij 30.000 hadithe. Imam Ahmedi s'ka fol hiç. Pra, sigur po i thot kësë se meriton as me fol për ta. Ka thonë nxënësi, për ata që i ka shkru 60.000, prap imami s'flet. Thot, po për ata që i ka shkru 100.000 hadithe, imami thot, el-ane ja'lemu shay'an. Që tash, nashta din diçka. Që tash bën me folën e pak diçka për ta. Ta shohet një njeri, edhe nëse i thute që një mesele në mëdhëbin Imam Ahmedit, ose cili dër për ulemave që është, këshreti që shtragan. Po, është hadithi. Kjo i bjen, veç më smenaj që atë ku na kanë mësu djetarët, ose më ja parapri, ose më i qëndru pas. E kjo është pej asaj që shejtani mallkum lun me njerëz. A imami ka thonë 100.000 hadithi i ka shkruar, ka thonë që tash bën unë me fol diçka për të, e qohet njani që si din as 40 hadithet e Imam Neveviut, edhe janë nisë të flet për ta. Andaj besimtari mjaftohet me ato që ka thënë Allahu, me ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me ato që na kanë mësuar sahabët. Shikoj që si përfundon ajeti. Wattaqullah.
friksojeni Allahut. Që kjo është koka e ilmit, takvallaku. Prap te Imam Ahmedi, i kanë thonë o shejh, pasi të vdesësh ti, kën me vetna, kën me pyet për mesele masi të vdesësh ti. Ai thot, pyetnë Abdul Wahhab el-Warraq. Njanin që besoj që është emri i panjohur edhe për kohën e sotme. Nxënësit i kanë thonë o shejh, po nuk din bërë shumë ai. Nuk din shumë. Ka njerëz që din më shumë hadithe se ai. Shikoj çka thot Imami. Thot innehu rajulun salih. Ka thonë është burr i mirë ai. Që kë shejhu që për thon vetën, ka thonë burr i mirë. Thot wa mithluhu yufiq. Çifti tina Zoti i jep bereqet. Nuk është esenca veç me ditë një hadith që atje e një ka. Po esenca është me e pas dronë e Zotit. Ka thonë kur si o mund, vetëna Abdul Wahhab. Ka thonë po nuk din, ka thonë që ato që e din, ja ka dronë Zotit në që ato që e ka mësuar. Andaj besimtari e din që esenca është me ja pas dronë Zotit. Që është mësimi i parë që na jep ajeti. A ka thonë Allahu dhe pejgamberi ti, semi'na wa ata'na. O dëgjum edhe u bindëm. Çikaq, nuk na vjen më shumë në dinin tonë. Edhe kështu kanë qenë të edukuar sahabët. Në luftën e Bedrit, pejgamberi alajhissalam kur i bën renditjen e ushtrisë, ndalet përpara puseve të Bedrit. I rendis ushtrinë përpara i vendos puset. Atëherë ngritet njëri prej sahabëve. Shikoj edebin e sahabëve. Shikoj moralin e sahabëve. I thot: "Ja Rasulullah, ara'ayta hadha al-manzil? Amanzilan anzalakahu Allahu laysa lana an nuqaddimahu wala nata'akhkhara anhu." Thot: "Ja Rasulullah, që ky vend që unë nalëm, po, ka thonë, a është vend që të ka thonë Allahu më nalë, e na pasha Zotin as kena me lëviz para, as kena më shtim brapa. Që kjo është me gjetë ku të ka thonë Zotin, as mos me parapri me Zotin kërkën, as me i nejnë brapa. Thot ja Rasulullah, që ky vend, a është diçka që Allahu të ka urdhëruar, pasha Allahun s'kena me lëviz këmbët tona. Mirë po thot, am huwa ra'yu wal harbu wal makida. Apo është veç plan dhe strategji e luftës. Pejgamberi alajhissalam thot, la huwa ra'yu wal harbu wal makida. Thot jo, menja ma ka marr. Plan, strategji thot e luftës. Atëherë thot ja Rasulullah, atëherë a kish me qenë ma mirë me dal përpara puseve të Bedrit. E me lan ujin vetëm për veti. E mos me i dhon armikut. Shikoj edebin, moralin. Thot ja Rasulullah, a dalëm përpara puseve të Bedrit, e shfrytëzojmë ujin vetëm na. A nëse ka thonë Zotin edhe që të rrimë. Që kjo është morali që sot i nevojitit umetit. Kush ka qenë në haqë dhe numre din, është dhe xhamia kibletejni, xhamia me dy kible. Realisht ato është veç një, mirë po pse i kam bejt emri, në ditën kur është bën ndryshimi kibles, pejgamberi alajhissalam ka fillu me fal drekën në drejtim të Qabës. Qabë janë në Medinë është në drejtim të jugut. E jo ka Mesjidul Aqsa në drejtim të veriut. Kur shkon në ikindi njëri prej sahabëve të një xhami tjetër, i sheh sahabët u fal ka kibla vjetër, sa hala si ka arritë lajmi që është ndryshu kibla. I sheh duke u fal drejt Mesjidul Aqsas. Edhe i gjen në ruku. I gjen sahabë në ruku. Edhe i thot pasha Allahun. Drekën e kum fal me pejgamberin alajhissalam ka Mekeja, jo ka Mesjidul Aqsa. Qysh kanë qenë sahabë në ruku? E kanë ndru kiblen pej veriut, kanë fillu më falë drejt jugut. A ka thonë pejgamberi alajhissalam, mos e vendosni askën para Allahut dhe pejgamberit. Wattaqullah, friksoni Allahut, inna Allaha samiun alim, sa Allahu i di të gjitha edhe i dëgjon të gjitha. Kjo pra është ajo që na do të me pat parasysh, që të jemi aty ku na ka urdhëruar Allahu, dhe para Allahut mos të vendosim askën dhe përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajetin e dytë inshallah edhe mësimin e dytë e vazhdojmë në dersën e ardhshëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.